Ju përshëndes të gjithëve nga Perla with Love Handmade. Këtë herë kam përgatitur një tortë me biskota dhe krem lotus. Të gjithë i njohin biskotat lotus, sa të shijshme janë ato. Në këtë rast, ne mund t'i përdorim për të përgatitur një tortë shumë të shijshme dhe të veçantë. Ju premtoj që do jetë gjëja më e veçantë që keni ngrënë ndonjëherë. Përbërësit janë biskota lotus, krem lotus, krem pana, 2 në këtë rast për tavën time të vogël, një mascarpone, çokoladë sipas dëshirës dhe bajame të thërmuara, përsëri sipas dëshirës. Marrim 2 shlakzane, 2 krem pana dhe i rrahim në rrahse elektrike derisa të formohet një krem i qëndrueshëm. Në momentin që është formuar kremi, shtojmë mascarponën dhe në këtë rast unë kam përdorur një zane shtajf, por nuk e di se si quhet në Shqipëri dhe si mund ta gjejmë, por ajo vepron duke e bërë kremin pak më të trash, por nuk është se duhet se s'bën. Mund ta lini kremin edhe pa të. Kështu duket zana shtajf. I vendosim përsëri në rrahsen elektrike, diku 2-3 minuta, derisa të formohet një krem i qëndrueshëm. Pasi kemi formuar kremin, marrim tavën, shikojeni kremin është bërë shumë mirë, marrim tavën, biskotat lotus, të cilat i hapim të gjitha, dhe vetëm nga një anë do t'i rregjim në qumësht, vetëm nga një anë dhe shumë pak, sepse ato e marrin direkt dhe nuk duhet të zbuten më shumë se sa duhet. I shtrojmë në tavë, rregullova pak kamrën që të duket më mirë, i shtrojmë në tavë në mënyrë që të mbulohet komplet pjesa sipër. Në momentin që kemi formuar shtresën e poshtme me biskota, ne do të hedhim gjysmën e kremit të përgatitur në formën tonë. Do ta shikoni menjëherë në video se si. Pra, do të përdorim gjysmën e kremit. Gjysmën tjetër e duam për shtresën e dytë. E hapim në mënyrë të tillë që të mbuloj komplet biskotat. Pasi e kemi hapur, ne mund të shtojmë sipas dëshirës çokoladë, në këtë rast topta çokolade, ose dhe vetëm bajame ose arra të grira.
Unë kam përdorur çokoladë. Ju lutem, mos përdorni sheqer për kremin tuaj, sepse kremi Lotus është vetë shumë i ëmbël dhe nuk ka nevojë absolutisht për sheqer. Torta del vërtet shumë e ëmbël pa asnjë gram sheqer. Pra, siç e shikoni, vendosim shtresën e dytë të biskotave. Në këtë rast nuk i regjim në qumër sepse janë në të dyja anët me krem dhe kremi do të regji ato vetë. Torta, pasi përgatitet, duhet të lihet një natë në frigorifer dhe mund ta konsumoni ditën tjetër. Vendosim shtresën e dytë të biskotave dhe më pas kremin e mbetur. Ju premtoj që do të jetë torta më e veçantë ose ëmbëlsira më e veçantë që keni ngrënë ndonjëherë. Pasi kemi vendosur shtresën e dytë të kremit, e vendosim formën tonë në frigorifer për rreth 30 minuta. Ndërkohë, unë kam ngrohur pas 30 minutash, kremi është i fortë, siç e shikoni, dhe unë e kam zbutur në mikrovalë. Por ju mund ta zbutni edhe në ujë të ngrohtë ose se di në një mënyrë tjetër, por në mikrovalë, siç e shikoni, është zbutur në mënyrë perfekte. Kremin e hedhim përsipër, e shtojmë sipër tortës tonë, e cila është ftuar 30 minuta në frigorifer. Në këtë mënyrë të barabartë. Dhe pasi e kemi përhapur, ju lutem mos hidhni shumë sepse është vërtet shumë i ëmbël. Mjafton, besoj në gjysma e vazos. Më pas, me një thikë me shumë kujdes e përhapim kremin në të gjithë formën tonë në mënyrë të njëtrajtshme. Në këtë mënyrë. Zbukurimin sipër, ju mund të përdorni çfarë të keni dëshirë, çfarë të keni në shtëpi dhe sipas imagjinatës tuaj. Unë në këtë rast, do ta shikoni pak më vonë, kam përdorur bajame të thërmuara dhe të pjekura dhe të thërmuara, duke i vendosur anash dhe vetë biskota Lotus përsipër. Do ta shikoni në vazhdim. Ju sugjeroj përpara se të shtoni kremin Lotus të pastroni anët e tavës. Në këtë rast unë nuk e bëra, harrova, por do ju sugjeroj që ta bëni. Pra, siç e shikoni, shtojmë anash, bajamet e pjekura dhe të grira. Ju mund të përdorni ara, fruta të thata, çfarë të keni ju dëshirë, sipas imagjinatës. Zbukurimi do bërë gjithmonë direkt në momentin që kremi është akoma i ngrohtë dhe nuk ka ngrirë. Sepse në momentin që e fusim në frigorifer, kremi do të ngrijë dhe ne nuk mund të hedhim, të shtojmë gjëra të tjera sipër. Siç e shikoni, kam bërë vetëm anët me bajame dhe pak në mes. Kam shtuar 2 biskota
Lotus. Mendova ta shtoja, por nuk më pëlqeu dhe më erdhi ideja që mund ta thërmoja dhe pluhurin e biskotës ta shtoja përsëri në këtë mënyrë, gjithashtu dhe në anët e formës e tepsisë. Miqtë mi, me pak gjëra dhe me pak imagjinat ne mund të përgatisim ushqime shumë të shijshme. Mjafton që të keni durim dhe kënaqësi kur gatuani. Shikoni se sa e bukur doli dhe është shumë e shijshme. Unë e kam provuar disa herë, jo u premtoj që është shumë e shijshme, po ja u tregoj edhe një herë në këtë rast. Ju falenderoj që më ndiqni, më mbështesni me subscribe dhe shiheni si gjithmonë në video dhe ide të tjera gatimi. Miropafshim.